Prokuroria e Fierit ka kërkuar konfiskimin e aseteve të Arjan Hykës dhe familjarëve të tij në 5 kompani. Nën akuzë se janë krijuar nga të ardhurat prej trafikut të drogës në emër të shtetit është kërkuar të kalojë dhe 17.000 m2 tokë bujqësore, 3 apartamenteve dhe 2 njësive të shërbimit. Nga hetimi rezulton se ortaku i vetëm i shoqërisë Arjan Travel, Arjan Hyka ka deklaruar financimin e shoqërisë me një vlerë prej 100 milion lekësh, e cila nuk justifikohet me burime të lishme financiare. Nëpërmjet kësaj shoqërie, u krijuan edhe shoqëritë e tjera të shpërndara midis anëtarëve të familjes. Po ashtu rezulton se janë kryer veprime fiktive, shumica janë kryer jashtë sistemit bankar në kesh dhe nëpërmjet akteve jo notariale me qëllim shmangjen e origjinës së lishme të fondeve të investuara në shoqëri. Sipas deklaratës për mediat, Hyka është i dënuar nga autoritetet italiane për veprën penale, përfitimi të ardhurave që burojnë nga aktivitete kriminale drog. Prokuroria thot se ai sillte në Shqipëri vlera monetare që buronin nga veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Nga hetimet rezultoi se disa shoferë të autobusëve janë konstatuar duke sjellë vlera monetare të padeklaruara në kufi, në rrethana të dyshimta mbi origjinën e tyre. 2 prej tyre janë ndaluar në muajin qershor të vitit të 2024 duke transportuar një shumë parash, çka është pasuar edhe me hetime të thelluara.